Parku fotovoltaik i Karavastas, i ndërtuar nga kompania franceze Voltalia, u përurua të njëjtën. Ndërtimi i tij nisi në vitin 2022 me kapacitet 140 MW dhe me investim 145 milion euro. Parku më i madh fotovoltaik në Ballkan, me çmimin nën 25 euro për megawatt orë, prodhon sot rreth 10% të energjisë së prodhuar në vend nga parqet fotovoltaike dhe synimi i socialistëve është që brenda 2030-s të arrijë në 30%. Në fjalën e tij, ministri i deleguar i Francës për çështjet evropiane, Benjamin Haddad, tha se është shumë e rëndësishme prodhimi i energjisë nga burimet e rinovueshme, si parku i Karavastas, që është edhe prodhimi i dytë më i rëndësishëm i energjisë diellore në vend. Ekaterina Solovova, përfaqësuese e Berge, që është njëri nga financuesit e parkut të Karavastas, tha se Berge do të ndihmojë vendin me projekte të tjera. Tek Shqipëria vijon drejt punën e vet drejt një sistemi të rezistent të energjisë. Bergji është i gatshëm të mbështesë vendin përmes ankande të reja, përmes investimeve të reja dhe jemi partner i angazhuar i vendit. Do ta mbyll duke falendëruar të gjithë ata që kanë dhënë kontribut që ky moment ishte i mundshëm. Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe ekipin, donatorët tanë Sekon që kanë mbështetur këtë asistencë të rëndësishme politikash dhe vjojnë ta mbështesin, partnerët tanë bashkëfinancues dhe patjetër Voltalian dhe ekipin e tyre